Unë e brenda e komunitetit e di veç 2 sendat, që shokët e mi tepër e afër, që plot Mitrovica e Veriut, janë konë njerës plot në për kafeat, edhe unë e u habitur kur njerës nuk janë konë informuar. Shihet nga çka është bënë kjo në Banjska. Edhe deri fund njerës se kanë ditë çfarë njerëz janë atje. A janë do kobrat, do njësia speciale e Serbisë, ose janë do njerëz e manipuluar brenda e komunitetit serb nga Kosova. Edhe për mu, ajo është diçka që më tregon. E kanë ditë dhe që kjo është arsyeja pse do njerëz mungojnë veri tash, do njerëz nuk po kthehen veri, se dinë që janë në listat e fletaresteve, dinë që policia i ka identifikuar kush janë ata. Kush e ka armatosur ata njerëz? Janë armatosur Serbi. Kush e ka armatosur ata njerëz? Plumbat të cilët kanë dalë, kush e ka organizuar mbrojtjen civile? Mbrojtjen civile direkt prej qeverisë së Serbisë. Janë trajnuar baza, janë gjetë provat. Lista serbe. Sa pjeshtar shteti jo në listë serbe e ka arrestu? Asë njonin. Kone kemi votu para disa ditë në kuvend. Në flet arreste, i ki 45 njerëz për Banjskën, i ki 10... Lista serbe është veç një instrument. Jo, nuk e mendoj që ka të bëj me jemi të dashur me relativizu njonin prej tentativave më të rënda kundër shtetit. Nuk është puna të relativizimi Krishnik e di Branislavin. Jam të fol plot nga zemra nga brenda. Qka e kam si djenje edhe i kontroluar si gazetar. Edhe si faktet që e kam brenda komunitetit. Shkruat edhe mbrana akt akuzës që ka pas plan me u vendos njerëz në përpika atje, mu grumbullu një grup qytetarësh të Carlazari aty dhe me u lexu deklarata politike. Aty bile deklarata është në pjesën e provave aty, pra nuk ka qenë një plan i thjeshtë. Pra ka qenë deklarata e gatshme thua? Deklarata, po. Tek provat, a është e publikuar diku kjo? Po, provave të akt akuzës së Banjskës, dhe kjo është e evidentuar tashmë që në Mitrovicën veriore, ku ju po thoni që ka qenë... Lutem për ndërpim, ma i vjetër jam, edhe respekt për ty. Çfarë atmosfera ke para se me u dol Banjska? Shumë e qetë ka qenë... Kosova ke paras për me përfitu edhe paketin e dytë masave nga Bashkia Evropiane.